Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Me siguri nuk keni nevojë për leksion mbi domaten e verës, por disa gjëra duhet i bëni patjetër çdo muaj gusht. I vetmi rregull është që duhet të bëhen me domate të rritur nga ju, dikush që njihni apo fermerë të cilët i besoni. Hani një domate të prerë me thik, siç hani një biftek. E pa imagjinueshme, por me një eksperiencë fantastike. 2. Bëni një sanduiç me domate, pa sallatë jeshile, pa proshut, vetëm disa feta të mira buke, pak majdanos dhe ca copa të trasha domateje me krip e piper. Provojeni këtë mënyrë të thjeshtë për të shijuar domaten më të mirë të sezonit. E së fundmi, bëni një sallatë panzanella. Bazikisht, kjo është një sallatë me copa të prera të domates së pjekur, me copa bukë të kaluara në tost. Perimet të tjera si qepa kuqe apo kastraveci mund të përfshihen. Ka një sekret përse italianët nuk shtojnë në peshë, edhe pse konsumojnë shumë makarona, produkt i cili në bazën e vet ka mielin. Mësoni cilat janë rregullat e arta për të konsumuar makarona. Si fillim, sasia mesatare për vakt kryesor është 70 gram. Preferohen të konsumohen në drek ose më vonë, por jo pas orës 6 të pasdites. 3. Preferohen makaronat integrale, pasi kanë më shumë vlera në kripra minerale dhe fibra. Po ashtu preferohen al dente, pra jo të zgjera shumë, ashtu siç e kanë zakon gjyshet tona. Nuk skuqen sipas recetës tradicionale. Përdorini gjithmonë të shoqëruara me perime të ndryshme, duke i bërë ushqim ideal për fëmijët, të cilët janë tek anjoz. Në vend të panës, përdorni gjalp ose ajk qumshti. Diçka e tillë është shumë më ushqyeshme dhe nuk ka probleme edhe nëse të merrni pak më shumë kolesterol. Përdorni gjithmonë erëza si majdanoz, hudhër, shafran, borzilok, po ashtu dhe trumz. Janë antioksidant shumë të mirë dhe njëkohësisht me sasitë e larta në kripra minerale dhe vitamina. Mos i shoqëroni me bukë, focacce, patate dhe burime të tjera karbohidratesh. Dhe, së fundmi, raciononi se sa do të gatuani dhe mos i bini shkurt, duke gatuar të gjithë pakon e makaronave, që të mbenten edhe për në darkë, se përtoni të bëni një sallatë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.